Koalicioni vlen mbajti tubimin qendror të fushatës për zgjedhjet lokale në qytetin e Kërçovës. Fillimisht për krahasve të këtij koalicioni u drejtua shefi i shtabit lokal Recep Emini. Kërçova është qytet i zemrave të mëdha, i njerëzve që nuk dorëzohen kurrë. Por sot Kërçova ka nevojë për frymë të re, për vizion të ri, për njeri që e do këtë vend sinqerisht. Dhe ai njeri është Fatmir Limani. Të pranishmëve ju drejtua edhe deputetja Valbona Adili Emini. Sonte në këtë kutubim kaq impozant, jemi mbledhur këtu për të finalizuar fitoren e Kërçovës nëpërmjet kandidatit ton të vlenit, zoti Fatmir Limani. Kjo betejë nisi para 4 vjetësh, si nevojë e domosdoshme për të bërë ndryshimin e shumë pritur. Zëvendës kryeministri Arben Thetaj tha se gjithmonë për Fatmir Limanin prioritet kryesor është Kërçova. Për gjatë këtyre 15 muajve, sa kemi qenë bashkë në Shkup, du të ndaj një anekdot, e kjo është që Fatmiri nuk e ka kalu as edhe një natë të vetme në Shkup. Shpesh herë pyesja pas mbledhjeve që zgjateshin deri vonë, ora 1, ora 2 na ka ndodhur, të ngelim në përmbledhje, Fatmiri thoshte nuk e kaloj as një natë larg kërçovarëve të mi, larg njerëzve të mi, larg qytetit tim. Me Fatmirin kemi bërë shumë betejë. Fatmiri ka qenë dhe është ndoshta ministri më punëtor i kësaj qeverie. Fatmiri çdo herë në qendër të fokusit të tij, në qendër të veprimtarisë të tij si ministër, i ka patur shqiptarët, por mbi gjitha Kërçovën. Edhe Zeqiria Ibrahimi dha porosinë e tij për kërçovarët. Fatmiri më ka thënë nuk mundem të mos shkoj pa pa nënën time. Dhe dikush që ka kaq shumë respekt për nënën e tij, është për mua njeriu më i vërtetshëm se sa çdo politikan tjetër. Andaj sikur unë të kisha qenë votues i Kërçovës, të më mjafton të arsyeja e këtij respekti që ka ai për familjen e tij, që t'isha votuesi i parë i Fatmir Limani. Ndërsa kandidati Fatmir Limani tha se me të Kërçova do të jetë e shqiptarëve dhe të gjithë të tjerëve pa dallim. Kërçova me Fatmir Limanin do të jetë e të gjithë kërçovarëve pa përjashtim. Jemi kombi vetëm në glob që përdorim 2 format. Pra, e lidhim vendlindjen ton me mëmën nënën dhe atin babajn. Pra, e kemi mëmëdhe dhe athe. Pikërisht për këtë arsye, prej lindës kërcizore me nënën dhe babën. Më pëlqen të jem shqiptar nga etnia dhe gjaku. Të jem kërçovar. Të jem banor i këtij vendi me vlera pasuar në themelet e antikitetit. Bashkë me brezin pasues Mërgatës dhe ata të rinj që kanë mbetur këtu, do të luftoj me vizion dhe me forcën e mendjeve të ndritura që më kanë armatosur me programin më të mirë të mundshëm të gjitha kohrave dhe periudhave zgjedhore.